një grua e shemë të sakrifikueshme idealin e saj, atëherë le të qëndroj me familjen e saj, e konsideron familjen të pasakrifikueshme, për të shumë e rëndësishme, shumë okej, shumë në rregull. Gjithmonë, çdo vendim ka pasojën e vet. Do me thënë, ne kur e marrim vendimet, i kemi edhe pasojat që na shoqërojnë. E merr vendimin ti për të shkuar në një rrugëtim, e merr parasysh që duhet të kesh pasaportën, të hipësh në aeroplan, ndoshta ke ankth nga fluturimi e kështu me radhë, por i merr parasysh edhe nisesh në atë rrugë. Çfarë është e sakrifikueshme për mua e çfarë jo? Nëse në rrugën në të cilën unë jam nuk ndihem e mbështetur, atëherë çfarë po bëj unë për veten time që ta mbështes unë veten time? Në disa raste, edhe sidomos sot, ekzistojnë mundësi shumë për të gjetur një vend pune, ku ndoshta do ishte shumë më e mbështetur edhe do ishte një, si themi, një shkallë drejt arritjes së suksesit, sepse puna sot që mund të bëhet është shumë më e madhe, mundësitë janë shumë më të mëdha se sa që kanë ekzistuar ta zënë për nënat edhe gjyshet e tona.